Filmi i Louise Ailey dhe Chiara Titos konfirmohet data e publikimit në kinema. Louise Ailey dhe Chiara Tito, një nga çiftet më të komentuara, më të dashura dhe më me ndikim në publikun shqiptar, kanë konfirmuar zyrtarisht se projekti i tyre më i ri, një film shumë i pritur, është drejt finalizimit. Pas muaj shpritje, thashë themesh dhe kurreshtje të madhe nga fansat, dyshe njoftuan se filmi i tyre do të shfaqet për herë të parë në shkurt të vitit 2026. Lajmi u bë i ditur përmes rrjeteve të tyre sociale, ku Louise dhe Chiara ndan një postim të shkurtër, por shumë domethënës, shkurt 2026 në kinema. Ky njoftim ka ndezur menjëherë entuziazmin e publikut, duke sjellë mira reagime nga fansat e tyre besnik që i vlerësojnë jo vetëm si çift, por edhe si dy figura artistike me karizëm, sharm dhe dedikim të jashtëzakonshëm. Filmi, për të cilin çifti ka punuar për një kohë të gjatë në heshtje dhe me përkushtim maksimal, besohet të jetë ndër projektet e tyre më personale. Projekti do të përfshijë elemente dramatike, momente romance dhe pjesë të frymëzuara nga vetë historia e Louisit dhe Chiarës, një histori që publiku shqiptar e ka përqafuar me shumë dashuri. Ky është projekti i parë filmik ku Louise dhe Chiara bashkohen si protagonist, duke e quar edhe më lart profilin e tyre si dy nga figurat publike më të respektuara, më ndikim dhe më të pëlqyera në Shqipëri. Louise Ailey, i njohur për talentin e tij të rrallë, humorin dhe shpirtin artistik, dhe Chiara Tito, një ndër figurat femërore më elegante, të dashura dhe profesioniste të ekranit, po vinë me një projekt që pritet të jetë një sukses i garantuar. Publiku tashmë është në pritje, dhe prurja e tyre e re në kinema pritet të jetë ndër ngjarjet më të mëdha kulturore të vitit 2026. Mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!